Kryetari i PD Sali Berisha i ka kthyer përgjigje kryeministrit Edi Rama në lidhje me sulmen ndaj kreut të SPAK Altin Dumani. Sipas Berishës, me ato që kreu i SPAK ka bërë për kryeministrin, ky i fundit duhet i fshijë këpucët Dumanit. Shqipëria ka një sistem në cilin një njeri përcakton çdo gjë. Si ju duket ju që marrin të burgosurin e fusin aty dhe publikojnë statuse në emër të tij? Ato statuse sipas burimeve që duhen hetuar janë të shkruar nga dora e Ramës. Është Altin Dumani që e mbron. Po të mos ishte Altin Dumani, krimi elektoral do ishte ndëshkuar. Nuk ndëshkojnë dosjet se të shojnë tek Edi Rama, si dosja e Durrësit dhe ajo e Peshkopis përfundojnë tek Edi Rama. Ai edhe këpucët duhet ia fshijë Altin Dumanit, ta Berisha. Më herët gjatë komunikimit me ndjekësit online, Rama tha se kreu i SPAK përballet me sulme kafshërore çdo ditë. Altin Dumani, për cilin kam respekt dhe që ka gjithë solidaritetin tim dhe solidaritetin ton përballë sulmeve kafshërore, edhe deri kundër familjes së tij. Dumani nuk ka ardhur nga hëna, as nuk e kanë sjellë me avion nga Amerika ose Europa kur u ngrit institucioni i SPAK, tha Rama.